jemi partner prej disa vitesh me Shark Travel dhe kemi ekskluziv në Rafaelo Resort për të gjithë pjesën e Shqipërisë, Kosovës dhe një pjesë të Malizzi dhe të Maqedonisë. Ky sezon mendoj që do jetë një sezon shumë i mirë për të dy palët. Ne këtë vit kemi pikat e forta, i kemi bërë pjesën e shërbimit, pjesën e restoranteve, pjesën e plazheve, cilësia e turizmit tek ne besoj që do jetë më në rritje edhe këtë vit. Jemi në Rafaelo Resort, stacioni i parë i shqiptarëve të Kosovës drejt Bregdetit shqiptar, veriuj i Shqipërisë është pika e parë e ndalesës. Realisht, ne çdo vit kemi hapë sezonin e prill, përkatësisht në festën e maj në Rafaelo Resort, falë bashkëpunimit që kemi pas ndër vite, kemi arritur që këtë vit po hapim sezonin turistik e sot për të ndërtuar një partneritet më të sigurt për mbi të gjitha, për të përfituar shqiptarët e Kosovës dhe jo vetëm, por edhe diaspora dhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe shqiptarët e Luginës së Preshevës, Bojanocit e Medvegjës. Dihet që Shark Travel në vitin 2026 feston edhe 30 vjetorin e punës së saj në turizëm, ku për këtë 30 vite Shqipëria ka qenë destinacion kryesor turistik, po kur flasim për Shqipërinë, flasim për Veriun dhe Jugun, dhe ne në Veri e kemi pas Rafaelon. Janë 2 dekada të plota që ne punojmë me Rafaelo Resort dhe për këto 2 dekada kanë ardhur 10 mira pushues nga Kosova me ofertat tona speciale. Përderisa jemi në hapit sezonës, sigurisht që për qytetarët është shumë rëndësishme se atë ne çka i ofrojmë qytetarëve, duhet të dinë edhe marrëveshjet që kemi po duhet të dinë edhe sa do të kemi dhoma, sa do të jenë të sigurt që të bëjnë rezervimet, dhe besoj që mund t'ju themi sot që Shark Travel përveç se ka ekskluzivitetin, ka edhe dhoma në garancion. Dhoma në garancion pa limit. Pa limit. Pra, është kjo mirë shumë për qytetarët e Kosovës, përveç kësaj, për diasporën është shumë rëndësishme të potencohet sot, që ata deri me datën 30 mars për rezervimet e hershme do të përfitojnë 10% nga çmimet bazike dhe do të përfitojnë në rezervimin e dhomave deluxe. Pra, nëse rezervimet bëhen me kohë, sigurisht që ata do të përfitojnë përveç se në çmim deri në 10%, do të përfitojnë edhe në dhomat më të mira të resortit. Prandaj, pikërisht kishte kjo arsye shtesë se ne sot po hapim sezonin turistike këtu në Rafaelo për të vazhduar gjatë gjithë vitit pa ndërprerje me ofertat, duke festuar festën e Bajramit bashk, duke festuar Pashkët bashk, duke festuar qoftë ditën e flamurit kombëtar dhe festa tjera. Andaj, sezona është e hapur, Rafaelo na mirëpret dhe bashkëpunimin e kemi në nivel shumë të lartë. Një prej ofertave që është valide tashmë për Rafaelo Resort është edhe festa e Bajramit që po afrohet dhe ne kemi lancuar tashmë ofertën tonë dhe presim që nga data 20 mars, që ne kemi edhe grupin e dytë, me datën 14 mars të ditën e verës ne patëm grupin e parë prej 60 vetave dhe realisht e praktikisht sezona turistike ka filluar me shëngjin. Ftoj gjithë qytetarët e Kosovës, ftoj diasporën që të fillojnë me rezervimet e tyre përmes Shark Travel që të kapin ofertat më të mira, në dhomat më të mira pranë detit në këtë motë të mirë që sot e kemi 20 gradë Celsius në Shëngjin dhe është një motë i mrekullueshëm.